Zonjush Koçeku, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Zonjë, të kërkoj ndjesë. Jena në rregull, pa Marak. Si kanë qenë këto 7 muaj në parlament? E ke marrë me shumë entuziazëm fushatën elektorale, ke qenë shumë e spikatur, ti nuk e di, po ke tërhequr vëmendjen, edhe pse ishe në Shkodër, ke tërhequr vëmendjen edhe këtu në Tiranë. Mirë, po entuziazmi jot nuk është tani në këto 7 muaj, nuk është i njëjtë me ato të fushatës, sikur je fikur pak, nuk e di këtë. Aja mund të jem edhe unë gabim. Fushata ka totalisht dinamizma të tjera, besoj, nga jeta e përditshme politike pasi bësh pjesë e parlamentit. Kjo është një përvojë dhe një eksperiencë krejtësisht e re për mua, nga që vjen nga një angazhim privat dhe nga një përvojë krejt tjetër më përpara, por angazhimi publik nuk është i panjoftën për mua, sepse si studente dhe më përpara jam kanë pjesë e shoqënisë civile, ku jam angazhuar jo vetëm si pjesëtare e shumë protestave, por edhe si organizatore. Protesta kundër Partisë Socialiste? Protesta që kanë pas si qëllim për me arrit diko. Po kundër qeverisë socialiste? Edhe Rama të morë dhe të futi në vath? Janë kanë protesta që kanë pas kauza sociale, kauza qytetare, që unë i kam konsideru të drejta dhe jam bë pjesë e tyne dhe i kam njek deri në fund. Dhe pavarësisht se unë vi prej, si që thash, prej angazhimit privat dhe vetë studimet i kam bërë për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, pra ka qenë një vokacion që e kam lanë në heshtje për pak kohë, por e kam pas një farë pasioni të mbrëmshëm që një ditë du ta ndjek politikën dhe të bëhem pjesë e saj. Po, por ti e kërkove këtë që të futesh në politikë apo të thanë hajde këtu ti vajzë mirë me që merresh me këto protestat? Mendoj që u pjek mundësia dhe përgatitja u ban bashkë dhe ndodhi që dhe ardha jeme në politikën shqiptare. Por duke se unë vi prej një komuniteti ku nuk kena pas përfaqësi tash 35 vite, ndërsa pas asnjë deputet? Jo, tash 35 vjet jo. Zona e Dukagjinit jo. Dhe kjo më ka shtyje dhe ma shumë, aq më tepër du pas parasysh se nuk kena pas vajzë apo gru kur në këtë nivel përfaqësimi. Ja, prit një, do më thënë, ti je duke thënë që Dukagjini nuk ka pas asnjë deputet? Tash 35 vjet jo. Po kush ju ka përfaqësuar ju? Nuk jena përfaqësu. Do thënë, një që ishte i Shkodrës ka hedhur një sy nga Dukagjini. Jo me do e mos. Jo me do e mos. Dhe për zonja s'bet fjalë, domethënë. Nuk kena pas asnjëherë. Ti je e para vajzë, e para grua që përfaqëson atë zonë, atë krajin. Po. Shumë interesante kjo. Dhe duken se nevojat ishin shumë dhe janë shumë të mëdha për komunitetin tem, pavarësisht se unë isha shumë aktive në atë që BB-ja, mundësit e të kenunit aktive nga një sferë private dhe nga një aktivitet privat ishin shumë të vogla për me zgjidhë ose për me i dhanë za problemeve shumë të mëdha që ne kishim dhe që kisha dhe kam dëshirë për me i dhanë zgjidhje. Tani ke zgjidhur në një gjë këto 7 muaj apo ke marrë vetëm rrogën aty? Besoj se jam në rrugën e mirë për me arrit ato që kam dashur dhe që janë kanë motivimi jem për me i kësaj rruge. Po ka ndonjë kështu që të paktën je duke u marrë për ta zgjidhur? Ka shumë çështje, një ndër ato të cilat janë më të ndjeshme për mua është rruga e Dukagjinit, për cilën po punoj dhe uroj që mbrenda mandatit bashkë me kolegët e mi të arrijë me realizu. Ka nisur? Ka nisur, është kryesi rrugë e bardhë, por unë po loboj dhe po mundohem që ta finalizoj me asfaltim dhe me kushtet bashkëkohore. Do thënë, basti yt është rruga e Dukagjinit. Me çka kuptoj unë? Nuk është bast, është qëllimi jem edhe basti, tani unë e thash si gazetar këtë, po, qëllimi yt. Dhe puna së cilës duhet i dedikohem kryesisht këto 7 vite. Sigurisht që qëllimi jem është dhe premtimi jem me veten dhe me komunitetin, sepse tu kanë e lidhën poshmangshmërisht dhe ngushtësisht me atë zonë nga dhe me ata njerëz, premtimi për atë vend është premtimi që i baj edhe vetes njëjtën kohë. Dhe premtimi ndaj vetes dhe ndaj komunitetit është pikërisht kjo që të ceku dhe të transmetoj sa më shumë çështje që për ata janë të rëndësishme dhe që duhen ndjek për t'ju dhënë një zgjidhje në të ardhmen. Tani që je deputete e re, nuk është një gabim se Shqipëria ka parë kështu. Ahmet Zogu ishte 24 vjeç, ishte deputet dhe ministri i Brendshëm. Kështu që nuk është e jashtëzakonshme për Shqipërinë. Kemi pasur edhe
mbas 90-s Ilir Meta, Pandeli Majko ishte 9 vjeç kryeministra. Kështu që këtu janë rregull, mos thoj ndonjëherë që ama se s'di kjo etj. Po problemi është tani si vaj, si grua, po edhe si e re në parlament për herë të parë, mandat i parë, kur zihen aty Mariana, ç'a bën ti aty? Se ky është sikleti i madh aty në parlament, se në radhë para ja del dot, se ti je vajzë, je femër. E dyta ç'a thot babi dhe mami në shtëpi, ç'a thot motra, vllai, se edhe ata të shqetësohen. Se shqetësojmë ne, ç'a bëjnë këta, si turrenin femrë, si përleshen atje, si vën flakën tavolinave, karrikeve. Në radhë të parë, unë nisem nga vetja dhe marr angazhimin dhe përgjegjësinë flas për veten dhe deri tani siç më ta keni pa dhe ju, jam munduar që të sjellë një debat sa më konstruktiv dhe të sjellë gjëra sa më reale dhe sa më konkrete. Nuk kam pas përplasje maska. Kam frikë atë. Dhe të sjellë dhe të trajtoj çështje që janë sa më afër qytetarëve. Nuk ban pjesë në mendimin dhe në sjelljen time politike, agresiviteti, përplasja dhe as dialektika të dhunshme. Unë besoj shumë edhe do doja një parlament ndryshe me debat sa më konstruktiv, sepse të vërtetën e dhon i përkas shkollës konstruktiviste. Kështu do doja dhe parlamentin. Jo, ti shumë i përket shkollës konstruktiviste, po kur të vinë njëri aty thot, mbylla gojën, thot Albana Vokshi, mbylla gojën, çepe gojën. Ose në një tjetër Josefina që e ke nga Shkodra. Ka me pezhelës në gjire përjashtë, ç'do bësh ti? Nuk kam pasur plasje të tilla dhe s'besoj se... Jo, në qoftë se e them unë. Do të kem, nuk besoj se do të kem. Nuk do kesh? Si do qoftë... Nuk ka shpëtuar njëri aty, e? Unë i shëndroj besnike parimeve të mia, siç e përmenda dhe më lartë, edhe jam besnike pikërisht e këtij bati konstruktiv. Duke që ke qenë studente mirë, në studimet politike, se komunikimin di çfarë përgjigjesh, do të ruan shumë veten. E kam pasion shkencën politike dhe e kam studiuar me shumë devotshmëri. Ka disa foto që dua t'i komentojmë bashkë. Janë të aktivitetit të në foto që ti njeh, ke ti. Ky është vendi i dashur për ty? Po, është vendi i rrojve të mia. Po pse? Pse është vendi i dashur? Tani, të flasim kështu. Shqiptarët kanë lëvizur shumë pas vitit 90 dhe i kanë lënë malet, se 70% e Shqipërisë male është. Kush është ai që thot hiq Myzeqen, nga malet jemi të gjithë. Tani, kanë ikur nga malet. Ti kthehesh te mali. Pse? Kanë ikë prej malit, jo prej qefit, po prej hallit, se nuk kanë pas rrugë, nuk kanë pas drita, s'kanë pas ujë, nuk kanë pas shërbim shëndetësor, dhe unë kam pa pikërisht ata që shumë kush ndoshta nuk e ka pa, kam pa potencialin edhe vlerat e jashtëzakonshme me të cilat ne jena rrit, me të cilët edhe unë jam rrit në atë frym, përmbi gjitha edhe sakrificat që kanë pas gjyshat e mi, prindët e mi dhe krejt familja jeme për me pru deri këtu ku është sot. Kush e ka nisë aktivitetin, gjyshi? Apo babi? Baba me vëllezërit. Si quhet baba juaj? Baba e ka pas emrin Mark. Mark. Dhe ai e mori këtë nisëm, i tha në njërin fillim, ore, je në rregull, si do bësh ti biznes atje? Asnjëherë të parë që bëjnë diçka nuk janë krejt në rregull për shoqëninë, por me kalimin e kohës shoqënia i pranon edhe i ndjek. Dhe kështu ka kanë edhe shembulli i babës edhe i vajtem. Atje vjen vetëm të huaj? Ka ndryshu ritmi ndër këto vite. Vitet e para kena pas vetëm të huaj, sepse ishte një zonë e panjoftun për shqiptarët. Dhe vitet e fundit edhe prej promovimit në mediat vendase, ka një rritje shumë të madhe të vizitorëve shqiptarë.